Përshëndetje të dashur miq, dhe mirë se erdhët në vendin tonë të takimit. Në këtë video ne do të flasim në lidhje me energjinë femërore dhe energjinë mashkullore. Dhe kjo nuk ka të bëjë as pak me gjininë, por me aspektin energjetik. Dhe ne të gjithë, pavarësisht gjinisë sonë, duhet i kemi të dyja këto energji në balancë dhe të shëndetshme sigurisht, sepse secila nga këto ka aspektin e vet të shëndetshëm dhe jo të shëndetshëm. Në këtë video do të ndalemi tek secila prej këtyre kategorive, pra energjia femërore shëndetshme dhe jo shëndetshme, energjia mashkullore shëndetshme jo shëndetshme, dhe shumë bukur ju në fund të kësaj videoje mund të kuptoni se cila energji ju mungon dhe ku duhet fokusoheni pakës që ju të mund të ta ktheni këtë lloj polariteti apo këtë lloj energjie në të shëndetshme dhe si përfundim t'i bëni të dyja energjitë në balancë. Sepse kështu duhet jetë një qenie e plotë, e shëndetshme dhe shndritshme dhe që e fuqishme në kuptimin që mund të shndroni vetë me këmbët tuaja dhe pa u shqetësuar, pa patur nevojë për dikë tjetër e të tjerë. Para se të fillojmë, do doja shumë që ju të mund të reflektoni gjatë kësaj videoje dhe kur ne t'i përmendim këto karakteristika, se tek cila anoni më shumë, pra tek energjia femërore apo mashkullore, dhe a e keni të shëndetshme apo jo, dhe se si ju mund do ta keni të qartë në fund se si ju mund ta ktheni në të shëndetshme dhe sigurisht do t'japim dhe disa praktika apo se si ju mund të rregulloni njërin prej energjive që të mund të jeni në balancë. Duke filluar me energjinë mashkullore, le të fillojmë me aspektin jo të shëndetshëm një herë. Aspekti jo i shëndetshëm i kësaj energjie ka të bëjë shumë me faktin e dominancës. Pra, nëse ju keni energji mashkullore, pra pavarësisht gjinisë, mund të jeni dhe femër dhe të keni energji mashkullore dhe të doni të dominoni. Dhe mund të jeni mashkull, po ashtu dhe të keni energji mashkullore jo dhe aq të shëndetshme dhe të doni të dominoni ndaj të tjerëve. Dhe nuk është se bëhet fjalë vetëm në një marrëdhënie, por sigurisht aty është më e dukshme. Por bëhet fjalë edhe në marrëdhënie të tjera pune, për shembull marrëdhënie me miq apo në familje. Nëse ju nuk e kuptoni vetë, mund edhe të pyesni të tjerët në lidhje me ju, sepse ndoshta është më e thjeshtë që të tjerët t'ju avënë duke disa gjëra. Por unë jam e bindur që nëse ju reflektoni pakës, do ta kuptoni vetë se në cilin aspekt ju ndodheni dhe nuk është se ka asgjë të gabuar. Personalisht i kam provuar të gjitha llojet e tyre, pra edhe aspektet e pashëndetshme dhe duke i kthyer ato në të shëndetshme dhe si përfundim që të jenë në balancë, sepse kjo është ajo që ne duhet të arrijmë. Nuk është se është me normë, nëse ju doni të jeni të lumtur dhe ta jetoni jetën ta shijoni në maksimum, po. Në të kundërt, nuk ju detyron askush, mund të qëndroni aty ku ju ndodheni. Pra ka të bëjë shumë me këtë aspektin e dominancës, ka të bëjë shumë me aspektin e të mos paturit shumë empati, pra të qenurit si pa emocione, dhe gjithashtu me aspektin që ju duket sikur duhet të vazhdimisht të punoni dhe nëse ju gjeni një kohë për relaks, ju duket sikur po bëni faj dhe duhet vazhdimisht të punoni dhe duhet vazhdimisht të jeni në ndjekjen e golave apo të synimeve, pa pushuar as pak dhe në fakt nuk është se po e shijoni jetën dhe aq, dhe jeni në një aspekt që mund të jeni kthyer pakës të ftohtë, pakës të zymt. Kjo është pra energjia mashkullore e pashëndetshme, dhe gjithashtu që ndoshta nuk suporton edhe aq, pra nuk kryen atë funksionin e saj të shëndetshëm që do të flasim tani, mund të duket pakës si egoistike, si fush, si energji, nëse është në skajin e saj, sepse ju mund të jeni në fillim dhe nuk është se i keni në skaj të gjitha këto. Pra ka edhe kjo nivelet e veta, ose përqindjen e vet, mund ta shikoni si të doni, dhe sa më e ulët jetë kjo përqindje, aq më e lehtë është për ju që të kaloni në skajin e shëndetshëm, i cili është në fakt të jeni ambicioz, të dini se çfarë doni të arrini, të keni gola për të arritur, të keni plane afat shkurtra, afat gjata, plane me hapa të thjesht për t'i arritur e të tjerë dhe të dini se çfarë të bëni çdo ditë, por nga ana tjetër të dini dhe fuqinë e pushimit dhe të dini se si të pushoni që të vi momenti i duhur për të vepruar. Pra ky është aspekti i shëndetshëm që ju duhet të kombinoni. Nga ana tjetër, fuqinë tuaj të mos ta përdorni për të dominuar, por të fitoni atë respektin apo leadershipin me respekt. Pra duke u treguar si shembulli më i mirë i vetes, të tjerët t'ju respektojnë. Dhe nuk fitohet fuqia apo autoriteti duke qenë dominues apo duke i urdhëruar të tjerët që t'ju duan apo
t'ju ndjekin, të ndjekin urdhrat tuaja. Për shembull, mund ta mendoni si dy bosa, ky është shembulli që po më vjen ndërmend, apo dy shefa, apo dy drejtora. Dikush që është dominues dhe që e merr autoritetin e vet, sepse në të dyja format ju mund ta merrni autoritetin. Pra kjo është e vërtetë, që të tjerët do ta bëjnë punën, edhe nëse ju i detyroni, por edhe nëse ju jeni një lider që me atë respektin që ju fitoni dhe me atë çelëtërsinë dhe me atë energjinë tuaj pozitive dhe me faktin që ju jeni kaq të devotshëm dhe ju e bëni punën tuaj, ama ju edhe toleroni, po i respektoni të tjerët, ata do ndihen vetë në pozitë, kushdo që të jetë, ju a garantoj këtë, do të ndihet në pozitë që hey, ky person është kaq i mirë me mua, dhe ky po e bën punën kaq mirë dhe unë duhet ta bëj punën tani dhe duhet ta mbaroj punën tani. Dhe kjo s'do thotë që nuk ka individ që ndoshta përfitojnë nga kjo gjë, sepse në të dyja rastet mund ta gjejmë këtë. Pra edhe në këtë rast mund të kemi individ që mund të gënjejnë dhe mund të manipulojnë dhe mund të përfitojnë, përsëri dhe nuk e bëjnë punën. Ama është mënyra se si ju doni të paraqiteni. Doni të dukeni si ky individ që askush nuk e pëlqen edhe pse punën e bëjnë, apo si ky individ që të gjithë e duan, e admirojnë, e respektojnë dhe kanë kaq shumë respekt për këtë individ, saqë nuk ka rëndësi në fund ditës sa bëhet puna apo jo. E rëndësishme është marrëdhënia që ne krijojmë me njerëzit. Sepse puna atë punë ka. Por marrëdhëniet janë ato që zgjasin, janë ato që kanë më shumë kuptim në këtë jetë. Dhe mënyra se si ju krijoni këto marrëdhënie ka të thotë shumë. Ana tjetër të keni emocione dhe të kuptoni ndjenjat e të tjerëve, të kuptoni pozitën e të tjerëve. Dhe ky po ashtu është një lider shumë i mirë. Dhe lider mos mendoni që mund të jetë një individ që thjesht duhet të ndodhet patjetër drejtor. Ka lider në fusha nga më të ndryshmet. Dhe në momentin që ju jeni empatik dhe në momentin që ju sado që jeni në energjinë tuaj maskullore, por i kuptoni të tjerët, në ato momente ju ndodheni në energjinë tuaj më të shëndetshme maskullore dhe që jeni tamam një lider me kuptimin e plotë të fjalës. Dhe një aspekt shumë i rëndësishëm është edhe fakti i përgjegjësive, që harrova ta përmend. Tek lideri i pashëndetshëm, energjia maskullore e pashëndetshme, tenton që t'ia hedh fajin apo përgjegjësitë të tjerëve. Shpeshherë. Apo manipulon me mënyrën që të mos ngelet faja apo përgjegjësia tek vetja e vet. Sepse kurse si nuk do ta pranonte që e ka përgjegjësinë mbi veten. Ndërkohë që në energji maskullore të shëndetshme është kaq e fuqishme saqë nuk ka rëndësi se sa e madhe mund të duket kjo përgjegjësi, ky faj apo e të tjerë. Nuk po them që të jeni të gatshëm të merrni fajin dhe për të tjerët, sado që ndonjëherë edhe mund të ndodhë nëse kjo është e vetmja zgjidhje, por po them që me kufi të qartë ju të dini kufirin tuaj, deri ku shkon përgjegjësia juaj dhe t'i zotëroni përgjegjësitë tuaja. Vërtet me kuptimin e plotë të fjalës t'i zotëroni dhe kurse sidomos ja hidhni të tjerëve përgjegjësinë që ta mbajnë për ju. Madje mund t'i ndihmoni nëse ju kryeni gjithë përgjegjësinë tuaj, a jeni në gjendje t'i ndihmoni të tjerët. Kjo është ajo që duhet mendoni. Duke kaluar tani tek energjia femërore, që në fakt është shumë interesante. Nëse për shembull energji maskullore mund ta përshkruajmë si drita, energjinë femërore mund ta përshkruajmë si errësira dhe e bardha dhe e zeza, si të mund thuash. Prandaj është ai simboli yin yang, që është e bardha dhe e zeza, që janë të dyja në balancë me njëra tjetrën. E zeza jo në kuptimin e keq, domethënë, sepse përgjithsisht e lidhim të zezën me një konotacion negativ, që në fakt nuk është aq e vërtet. E zeza për mua flet shumë dhe besoj se edhe për ju intuita mund t'ju tregoj që ka më shumë se sa thjesht një konotacion negativ, që në fakt është, mund ta mendoni për shembull si universi apo një fushë shumë e madhe, universit e një qielli të zi, ku është vendi ideal që yjet të lindin, pra drita. Nga ana tjetër mund ta shikoni si një fushë e madhe me mundësi të pafundme, si një fushë e madhe me gjithçka që ju nevojitet dhe me njohuri dhe me aftësi dhe me çdo gjë që mund të nevojitet. Kjo është ajo që përmban energjia femërore, që është kaq e bukur, por në fakt është pak më e vështirë për të u kthyer në aspektin e shëndetshëm apo për të kuptuar ndoshta se sa energjia maskullore, sepse ne thamë është dritë. Dhe drita është më thjesht për të dalluar, ndërkohë që errësira shpeshherë në aspektin e pashëndetshëm të kësaj femre, që energjia femërore që
mbart aspektin intuitiv, aspektin e ushqyerjes, të qenurit patike, të tjerë. Pra në momentin që ju jeni në aspektin e pashëndetshëm, ndonjëherë kjo errësira mund t'ju bëjë të ndjeni sikur jeni të humbur, apo jeni në kaos, apo nuk dini se çfarë të bëni, ku të shkoni. Nga ana tjetër, energjia femërore mund t'ju bëjë të ndiheni, ose nëse e keni në të pashëndetshme, mund të duket sikur ju tentoni të përtoni më shumë se sa zakonisht, apo se sa individ të tjerë, pra të pushoni më shumë se ç'duhet, sa do që pushimi është i rëndësishëm, ndoshta ju pushoni në momente që duhet të veproni. Sepse ka momente kur pushojmë, ka momente kur veprojmë, siç është gjumi për shembull gjumi që bëhet natën dhe ditën ne veprojmë. E njëjta gjë ndodh edhe me këtë aspekt që në fakt është duhet ta ndjeni në momentin që ju duhet të veproni dhe në momentin që ju duhet të qëndroni pakës në pauzë. Dhe ju ndoshta tentoni të bëni të kundërtën apo thjesht jeni në një disbalancë në këtë aspekt që mund të duket diçka kaotike. Nga ana tjetër, nëse jeni në aspektin e pashëndetshëm apo mund ta shohim, nuk po e them nëse jeni, pra energjia femërore e pashëndetshme tenton të anoj tek pjesa e viktimës dhe të qenurit viktimë e realitetit apo thjesht duke e menduar veten si të tillë, çdo lloj marrëdhënie apo situate e jashtme do ta bëjë të ndihet si viktimë e fatit, viktimë në një marrëdhënie, viktimë në punë, viktimë kudo. Dhe viktimë në aspektin që do të duket sikur nuk ka kontroll mbi realitetin, sikur është e humbur, sikur të tjerët e gjykojnë, e kritikojnë dhe nuk ka fuqinë që ajo të ngre zërin apo të vendosë kufi të qartë. Dhe në fakt, fuqia femërore është shumë më e fuqishme se sa kaq. Ju nuk keni prekur fare në potencialin tuaj dhe jeni shumë larg të qenurit në energjinë femërore nëse ju ndodheni në viktimën, në mentalitetin e viktimës. Por është momenti më i mirë për të kuptuar që duhet të bëni këkthesën dhe do të zbuloni një fuqi kaq të madhe, saqë nuk do t'ju merrte mendja asnjëherë, dhe fuqi jo në aspektin në një konotacion që ta përdorni, sepse shpeshherë e lidhim fjalën fuqi me faktin që të veprojmë për të mbizotruar të tjerë, dhe kjo është shumë negative. Pra kalim te aspekti maskullor negativ. Fuqi në aspektin që ju jeni manifestueset më të fuqishme, ndoshta më të fuqishme se sa edhe energjia maskullore. Ju arrini që të jeni magnetike në aspektin e shëndetshëm dhe të tërhiqni gjithçka që juve ju nevojitet pa patur nevojë të lëvizni as gishtin. Ju keni gjithçka që ju nevojitet në atë moment, është si kjo fusha e madhe që thamë me mundësi të pafundme dhe nëse ju keni akses, ju keni njohuri, mjete, aftësi, gjithçka që ju nevojitet, gjithçka që ju do të dëshironi të kishit. Dhe madje gjithçka tjetër që mund të duhet në vijimësi, ju menjëherë do ta tërhiqni si një magnet në realitetin tuaj. Kjo është fuqia që ju mbartni. Dhe vërtet do doja të ndihmoja që të kaloni në këtë lloj faze dhe të mbartni këtë lloj potenciali, por kjo ndodh vetëm nëse ju jeni gati dhe nëse ju keni zemrën shumë të pastër dhe të qartë dhe të sinqertë që do ta përdor këtë fuqi vetëm për të mirën e të gjithëve. Pra kjo është rritja juaj që ju të keni akses tek intuita juaj, tek kjo pishinë e madhe që mua më pëlqen ta quaj pishinë, me mundësi, me njohuri, me oportunitete dhe intuita juaj do të jetë shumë e fuqishme nëse ju arrini në këtë aspekt të shëndetshëm. Dhe ju jo vetëm që nuk do të jeni viktim, por do dini të vendosni kufi të qartë dhe do dini peshën e fjalëve tuaja, madje dhe peshën e heshtjes suaj dhe atë rëndësinë e mungesës suaj ndonjëherë në disa vende, në disa marrëdhënie për shembull e të tjerë. Dhe nëse ne do të bëjmë një përmbledhje tani më të këtyre sa ne folëm, përse na duhen të dyja energjitë në aspektin e shëndetshëm? Sepse ne thamë që energjia femërore është një manifestuese e fuqishme dhe shikon vizionin që mund të jetë si një dritë e vogël që pulson. Por në momentin që ju, sepse aspekti i pashëndetshëm që harrova ta përmend është edhe fakti që ju mund të keni shumë ëndra, shumë vizione, shumë ide në aspektin femëror të pashëndetshëm, por nuk i arrini dot. Dhe nuk i vini dot në punë, sepse duhet të balancohet, duhet të kthehet në aspektin e shëndetshëm dhe gjithashtu duhet të keni në balancë energjinë femërore me energjinë maskullore. Sepse energjia femërore shikon vizionin, i cili është thjesht kaq, si një dritë e vogël. Por nëse nuk keni energji maskullore të shëndetshme,
që ta suportoj këtë energji femërore, pa e dominuar, ta suportoj, ta mbroj, dhe nga ana tjetër të ketë atë ambicien, këmbguljen dhe vullnetin për të shkuar nga pas këtij vizioni të vockël, dhe çdo ditë për të përhapa, sepse aq është motivimi, aq është inspirimi, aq është ideja. Dhe kaq shuhet nëse ju nuk bëni këtë aspektin maskullor, që është thjesht disiplinë më pas. Thjesht ndoshta mund të ketë ditë që ju mund mos keni inspirim fare, mund mos ta ndjeni që doni ta bëni më, ndoshta s'keni motivim më për atë gjë, dhe thjesht ndonjëherë, sepse ka ulje dhe ngritje jeta, nuk është se gjithkohës do të qëndrojmë perfekt. Dhe nëse nuk keni aspektin maskullor që ta suportoj në këtë ulje dhe ngritje që të jetë me disiplinë dhe me vullnet, kjo ide thjesht nuk do të arrihet, nuk do realizohet, do të shuhet. Por në momenti që energjia femërore bashkëpunon me energji maskullore tuajën, ju do të mund të arrini gjithë ëndrat që ju keni. Dhe mund ta mendoni energjinë femërore si kjo tokë që mbillet kjo farë dhe është kaq ushqyese, suportuese në aspektin femëror, pra që ushqen, ban të ngrohtë apo ofron këtë energjinë femërore që mund ta lidhim edhe me energjinë e një mamaje kur lind një fëmijë, atëherë kjo ide do të lindë e shëndetshme. Dhe në fakt çdo lloj biznesi apo ide që mund të keni, unë e quaj si bebe, sepse gjason vërtet shumë. Pra është kjo ideja që lind në fillim, më pas duhet që ta sjellni në jetë, më pas në fillim kërkon shumë për kujdesje, shumë për kushtim, kërkon ndoshta gjithkohon që të qëndroni me të e të tjerë, derisa të vijë një moment që do të rritet dhe do të jetë të shëndetshme, do të eci me këmbë të veta dhe ju nuk do të mund t'i kushtoni dhe aq ndoshta vëmendje sa në fillim. E njëjta gjë ndodh si me fëmijën, si me biznesin, që unë e quaj prapë fëmijë tjetër në këtë aspekt, sepse në fakt edhe fëmia, siç një fëmijë kërkon edhe maman, edhe babain, në aspektin që kërkon të dyja llojet e figurave të energjive në jetë, që të jetë e shëndetshme dhe e plotësuar në aspektin fizik, emocional, shpirtëror e të tjerë. Edhe një biznes kërkon energjinë femërore dhe energjinë maskullore. Kërkon këtë ushqyerjen, këtë empati dhe kërkon suport, pa dominancë, por suport, mbrojtje, siguri e të tjerë. Këto ishin ato që unë kisha menduar të ndaja me ju. Do të isha shumë e lumtur të komentoni nëse e gjeni veten në secilën prej tyre, nëse ju e ndjeni të arsyeshme, dhe nëse keni pyetje jam këtu për t'ju ndihmuar. Shumë faleminderit për gjithë ju që më kontaktoni në email, sepse vërtet jam shumë e lumtur të ndihmoj dhe kjo do thotë vërtet shumë për mua dhe për gjithë ju që bëni subscribe dhe për gjithë ju që shikoni videot e mia, sepse në fund të ditës po e bëni për veten tuaj dhe uroj vërtet shumë që t'ju vlejnë. Jam shumë e bekuar që jeni këtu dhe tani. Mos harroni të komentoni nëse ju e ndjeni të arsyeshme, sepse jam shumë e lumtur të njihem me eksperiencën tuaj, me pikën, me këtë moment që ju ndodheni tani, në cilën energji ndodheni dhe si mund t'ju ndihmoj që ju të jeni sa më të shëndetshëm dhe të plotësuar. Shumë faleminderit, shihemi në video tjetër, mirupafshim!